Çka po paralajmëron Agim Bahtiri? Ja thot në fytyrë Partisë Demokratike të Kosovës. A e keni pyet listën serbe? E di mirë çka keni bërë 8 vjet. Për me marrë të ardhurat e din shumë mirë kusht ka shti dhe cila është politika e tij. Agim Bahtiri edhe më herët ka thënë se di shumë gjëra për deputetët e opozitës dhe sapo të dalë në foltore do t'i thot hapur të gjitha. Dhe atyre politikanëve do të ju vi turp të dalin para pasqyrës dhe para fëmijëve të tyre, për të bëmat që ja kanë bërë Kosovës. Deputeti Bahtiri tha se ka respekt për deputetin Gruda dhe familjen e tij. Por të gjithë mlefin e ka me Partinë Demokratike të Kosovës, e cila çdo herë po bëhet bashkë me listën serbe. Dhe përderisa deputeti Gruda erdhi si përfaqësues i Partisë Demokratike të Kosovës, u deshte ja thot atij këto gjëra.